Maqedonia e Veriut nënshkroi marrëveshje për partneritet strategjik me Britaninë e Madhe dhe në kuadër të saj parashihet edhe marrja e kredisë në vlerë prej 6 miliard euro. Partitë në pushtet, VMRO dhe Vleni, për këtë marrëveshje deklaruan se është një marrëveshje historike. LSDM-ja e quajnë si vjedhja e shekullit, teksa opozita shqiptare akoma nuk ka deklaruar asgjë. E nëse për kredin hungareze kishim dyshime nga veç shkaku se Hungaria bën pjesë në shtete që cilësohen si regjime autokratike, në rastin e Britanisë së Madhe bëhet fjalë për një superfuqi botërore e cila llogaritet si djepi i demokracisë. Marrëveshja parasheh realizimin e projekteve infrastrukturore, ku 5 vitet e para do të tërhiqen 2.2 miliard euro për ndërtimin e hekurudhës së shpejt deri në Gjevgjeli, renovimin e tërësishëm të Spitalit Klinik të Tetovës, të Spitalit të Kërçovës dhe të atij të Shtipit. Me projektet të cilat parashihen të realizohen, pritet të kemi një zhvillim të hofshëm infrastrukturor dhe ekonomik, e plus kësaj të kesh partneritet strategjik me Britaninë e Madhe, do me thënë siguri politike në arenën ndërkombëtare në sferën e investimeve të huaja, ku investitorët e mëdhenj botror kërkojnë një shkallë të lartë të sigurisë politike. Por, për këtë marrëveshje ekzistojnë edhe disa dyshime dhe shkurtimisht mund të shfaqim 2 prej tyre. E para, ekziston një shqetësim se kjo marrëveshje prapaskene mund të nënkuptojë hapjen e qendrave për pranimin e migrantëve në vendin tonë. Dhe e dyta, marrëveshja për partneritet strategjik me Britaninë e Madhe mund të shihet si një alternativë e antarësimit në Unionin Evropian. Sa i përket hapjes së qendrave për migrantët, të cilët Britania e Madhe do t'i sillte në vendin tonë, këto qendra do të funksiononin sipas modelit të marrëveshjes së Shqipërisë me Italinë. Është e vërtetë se Shqipëria në këmbim nga Italia fitoi një aleat të fortë në sferën ndërkombëtare dhe një përkrahës të madh në procesin e negociatave me BE. Por shqetësimet janë se këto kampe të migrantëve paraqesin shkelje të drejtave themelore të njerëzit. Dhe organizatat evropiane theksojnë se ato qendra të migrantëve ngjasojnë si dhoma të paraburkimit ku shkelen të drejtat e njerëzit. Plus kësaj, ato migrantë të cilëve do t'ju refuzohej kërkesa për azil në Britaninë e Madhe, duhet të kalojnë në procesin e riaktësimit dhe të kthehen në vendet e tyre. Dhe në këtë moment nuk mund të parashihet se cili do të ishte destinacioni i tyre i radhës. Nëse do të hapen apo jo qendra të migrantëve, do të vendosin interesat ekonomike dhe politike të dyja vendeve. Por ne, si shtet, duhet të kujdesemi që të mos e humbasim humanizmin ndaj migrantëve dhe nga ana tjetër të mos shndërrohemi në vendin ku mbahen në paraburgim migrantët. Sa i përket dyshimit të dytë se marrëveshja për partneritet strategjik me Britaninë mund të jetë alternativë për antarësimin në Unionin Evropian, shqetësimi është se kjo marrëveshje u nënshkruan në një moment shumë delikat, kur në shtetin tonë mbisundon një dëshpërim për mos hapjen e negociatave me Unionin Evropian. Maqedonia e Veriut nuk ka asnjë alternativë tjetër përpos antarësimit në BE, dhe marrëveshjet me shtetet tjera jashtë Unionit Evropian duhet të jenë vetëm të karakterit ekonomik. Shteti ynë ka plot të drejtë që përveç fondeve evropiane të kërkoj fonde dhe investime edhe nga shtetet tjera, por ato nuk duhet të shihen nga prizma e kompensimit të mos antarësimit në BE dhe nuk duhet të konsiderohen si alternativë e Unionit Evropian. E për në fund, mund të themi se përshtypjet e para nga nënshkrimi i marrëveshjes me Britaninë e Madhe janë pozitive, dhe nëse kredia prej 6 miliard eurosh shfrytëzohet me mençuri dhe ndëshmëri, atëherë do të jetë një mjet për zhvillim të madh ekonomik. Por nëse shfrytëzohet vetëm për politik, ndërsa ato para vidhen, atëherë kjo marrëveshje vetëm se do të arrisë borxhin publik të shtetit dhe do të jetë një barë e rëndë që do të vendoset mbi kurrizin e brezave të ardhshëm.